Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim për situatën politike në Tiranë, në Prishtinë, në rajonin tonë dhe me gjërë në dy konflikte, dy vatrat e hapura në Ukrainë dhe në lindjen e mesme. Gjitha këto çështje do t'i trajtoj me mikun e emisionit tonë, zotin Arjan Gaxhelli. Zoti Gaxhelli, përshëndetje dhe faleminderit shumë. Përshëndetje zoti Ribolla, faleminderit për ftesën, i përshëndes gjithë shikuesit tuaj. Faleminderit ju. Zoti Gaxhelli, do ta nisim me atë që po ndodh në Prishtinë, ku në orët e fundit kam parë që ka shkaktuar reagime shumë aksioni në veri, pra në liçenet e Ujmanit, në shembjen e disa vilave, shtëpive aty që sipas qeverisë janë pa leje, kemi reagim të Serbisë, kemi të Bashkimit Evropian edhe të Gjermanisë që kanë kërkuar që të ndalet ky aksion. Po më konkretisht për publikun, si mund ta shpjegoj çfarë është kjo? Është një tjetër aksion i Kurtit për treguar vendosjen e sovranitetit në veri, apo vërtet lidhet me kanalin e Iber Lepensit edhe ka shkaktuar problem në funksionimin e tij? Jo, zotëri Bolla nuk ka lidhje me integritetin territorial. Fatkeqësisht po duhet me ripërsërit për disa herë se s'ka qenë asnjëherë problemi i territorit atje, sepse territorin dhe kufinin e ka vendosur KFOR-i kur ka intervenu këtu, u fut brenda Kosovës, e ka vë kufit mbi bazat e cilave e ka e përgjigjen e pavarësisë Kosovës edhe gjykata ndërkombëtare apo opinionin në saj, të cilën kryeministri jonë sot më së largu e përmendi atë. Do të thotë mbi disa përmisa të shpalljes së pavarësisë së Kosovës, gjykata ndërkombëtare jep opinionin e cila ka thënë se nuk e ka dhënuar ligjin ndërkombëtar shpallja e pavarësisë së Kosovës. Një ndër këto përmisa për shpalljen e pavarësisë së Kosovës apo kushte saktësisht për të qenë është sigurimi i kufinit. Sigurimin e kufimit e ka bërë KFOR-i me hyrjen në saj, po ashtu sigurimin apo kontrollin mbi popullatën brenda territorit të Kosovës e ka bërë KFOR-i. Dhe këto janë dy prej kushteve kryesore të cilat edhe përmenden nga gjykata ndërkombëtare si parakushte për shpalljen e pavarësisë së Kosovës. Nuk kemi të bëjë këto me integritetin territorial, fatkeqësisht neve duke u fokusuar në kisha me thënë në listë për humbim pamjen e pyllit, çapo ndodh. Do të thotë kemi takime të reprezentuesve të Serbisë apo qeverisë së Serbisë me hierarkinë e lartë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, që është ai sekretariati i departamentit të shtetit, dhe takime të tjera të cilat ne nuk i kemi tani. Pra ne kemi janë për nivelin e dialogut strategjik. Po pra, dhe kemi parë tani së fundmi po ashtu patrollimin, inspektimin së bashkut në mes të ushtrisë së Serbisë dhe KFOR-it përgjatë Grey Zones apo aty tokës mes kufinit në territoret tona. Do të thotë bashkëpunimi i NATO-s me Serbinë po avancon, përderisa ne kemi një lëkundje me alatët tanë. Nuk ishte as përfaqësues në Stamboll, në Turqi, në Ankara, në samitin e NATO-s, në mos gaboj, Kosova nuk ishte as trup delegacion, se mund ta themi, për paradën ushtarake në Francë. Pra janë disa mungesa. Saktësisht zotri Bolla, do ta godasim aty në kokë gjarprin, siç thot populli, apo nuk do t'i ndjekim fërkem të ujkut, po do ta shohim ujkun se ku është. Ujku dhe pika kruciale e Republikës së Kosovës është aleanca e saj me shtetet aleate, siç është Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe këtë e ka thënë edhe vetë gjykata ndërkombëtare tërthorazi, që shteti i Republikës së Kosovës, shtetësia e saj varet direkt me marrëdhëniet e saj bilaterale me shtetet e tjera dhe arritjen e saj në sistemin ndërkombëtar për njohjen de facto dhe de jure nëpërmes organizatave të ndryshme ndërkombëtare, dhe ato tani në kohën që jemi në mënyrë bilaterale me shtetet e tjera, gjë të cilën nuk e kemi avancuar, kemi regres në këto vitet e fundit, dhe fatkeqësisht këtë hapësirë për shfrytëzon maksimalisht dhe do të thoja po abuzon shteti i Serbisë.
për të kaluar tek situata politike, presidenti janë detyrë njoftoi pra që do të njoftoi datën për mbledhjen e Kuvendit, konstituimin, ditën e premte. Jemi afër, ka ndonjë marrëveshje politike aty apo po shkojmë drejt zgjedhjeve të reja? Jo, nuk besoj në marrëveshje politike në mes e cila është proklamuar dhe është bërë reklam mes Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe vetëvendosjes. Do të thotë zhvillimet e fundit brenda Partisë së Lidhjes Demokratike të Kosovës e bën pamundshme një marrëveshje të tillë. Do të thotë sa i përket kësaj marrëveshje e cila është shumë përfolur, mundësitë e saj për të arritur është minimale dhe pothuajse jo ekzistente, sepse brenda reprezentuesve të Lidhjes së Demokratike të Kosovës në Parlamentin e Kosovës ka një numër i konsiderueshëm i deputetëve të cilët nuk e përkrajnë këtë marrëveshje. Dhe si e tilla ajo nuk mund të arrihet. Po, mund të kemi me PDK-n, sepse në mos gaboj pak më parë kishte një deklaratë nga një ish deputet që tha që duhet jemi të hapur. Po, tani PDK-ja i kishte kushtet e veta, sa kam unë informacion, kur kishte në takim zotëri Hamza me zotëri Kurtin, zotëri Hamza e prezantoi do të thotë interesin e tij dhe partisë e tij, megjasa nuk ka pas ujdi mes tyre dhe si rezultat zotëri Hamza doli dhe tha se ne do të qëndrojmë në opozitë. Me gjitha gjasat, PDK-ja nuk do të hyjë në koalicion me vetëvendosjen përderisa nuk i plotësohen kushtet e saj, dhe vetëvendosja nuk e ka një interes të ketë një marrëveshje me Partinë Demokratike të Kosovës, mbi të cilën ajo është rrit dhe i ka marrë elektoratin e LDK-s duke akuzuar Partinë Demokratike, dhe kjo do të ishte një ramje e votimit të vetëvendosjes nëse kjo marrëveshje do të arrihet. Pra në vjesht, sipas gjitha gjasave, do shkojmë për zgjedhje të reja. Gjasat më të mëdha që të shkojmë në zgjedhje të reja është tani edhe e pa alternativë që mos ndodhë në vjesht. Për të kaluar, përpara se të shkojmë në Tiranë, keni një opinion për mënyrën si kanë ecur protestat, duke qenë se në dy bisedat e para ne kemi folur bashkë? Po, kemi folë, zotëri Balla, zakonisht unë nuk i ndjek i lajmet se çka është ndodhur, nëse mund të më thuash se ku qëndrojnë protestat. Ka një rënje të numrit të protestuesve. Po. Normalisht ndoshta e pritshme edhe për shkak të temperaturave, është mbi 50 ditë, pushimet që janë në mes, por edhe ka filluar të krijohet edhe një kuvent të qytetar nga një pjesë e protestuesve, jo gjithë janë dakord. Megjithatë, çdo natë ritmi është mbajtur i numrit, protestuesit kanë qenë në shesh, pak apo shumë kanë qenë. Po, tani unë e kam me përgjigjen qysh në fillim, do të thotë brenga ime kryesore ka qenë se pse nuk ka leadership brenda kësaj proteste, do të thotë nuk ka njerëz të cilët e marrin përgjegjësinë dhe i shtrojnë kërkesat e tyre politike. Dhe me mungesën e kësaj, do të thotë kemi thënë se kjo mund të eskalon në një luftë civile ose të shuhet pa arritje të ndonjë qëllimi. Dhe me gjitha gjasat, faktorë të ndryshëm si thoni ju temperaturat, por edhe po të mos ishin temperaturat, do të thotë do të ketë fraksione pastaj të grupeve të interesit brenda protestuesve të cilët me dëshirën e tyre që të arrijnë të kapitalizojnë apo të zëjnë vend politikën e Shqipërisë, vjen deri tek zvoglimi i votuesve dhe do të thotë mos arritja e qëllimit saktë. Do të thotë mungesa e kësaj proteste ka qenë se s'ka pas udhëheqësh në fillim, nuk i nënu njerëz me dalë deklarativisht, haptus, se cilat janë pikat të cilat janë të panegociueshme në arritjen e qëllimit. Dhe do të thotë kjo lëvizje tipike do të thoja e politikës së majt, e cila do t'i shkon më shumë mirë dhe më shumë t'i përshtati në të ardhmen zotëri Ramës. Pra Rama e kaloi edhe këtë lumë. Ja holli. Nuk është problemi që ka kaluar këtë, problemi është që zotëri Rama do të gëzon autoritet edhe më të masës që ka, me mos kapitalizimin e gjithë kësaj mase e cila ka dalë në sheshin e Tiranës. Do bëhet më i fortë me këtë? Do forcoj pushtetin?
Sigurisht autoriteti i tij do të rritet edhe në sistemin ndërkombëtar edhe brenda Shqipërisë, sepse gjithë ky do thotë akumulimi i pakënaqësisë së qytetarëve i cili ishte bërë për një kohë të gjatë, pothuajse u doli dhe u zhgarkua kjo energji pa arritje të qëllimit. Dhe tani do të thotë për një kohë të gjatë nuk mendoj që do të ketë një kapacitet të tillë apo një përfshirje kaq gjithëpërfshirëse qytetare në ndryshimin e politikave të brendshme të shtetit të Shqipërisë. Rajonin tërësi si e shikoni këtë verë? Po sikur të ma specifikoni pyetjen nga cili aspekt? Çfarë më saktë në Serbi, sepse ajo është epiqendra e travirave. Serbia fatkeqësisht është duke avancuar dukshëm në zhvillimet e saj, me aleanca të reja, siç është për shembull intensifikimi i marrëdhënieve dhe raporteve me Izraelin. Do të thotë rritja e kapaciteteve ushtarake është dukshme, do të thotë e cila përgatitet për po arrin pikën e përgatitjes për mbrojtje të integritetit territorial dhe më tej duke parë mundësinë apo shansin që të zgjerohet. Deklaratat e ministres nuk është se ishin kot rastësisht në ajër. Po sigurisht deklaratat e ministre ka një informacion ka informacionin e saktë për fuqinë e shtetit të Serbisë, i cili është zhvilluar këto 5-6 vitet e fundit dukshëm, jo vetëm në kapacitetet ushtarake dhe ekonomike, por gjithashtu në marrëdhënien ndërkombëtare me shtete të ndryshme në formë bilaterale. Dhe këtë informacion e ka zonja ministre, por fatkeqësisht e ka, do të thotë, nuk i ka bërë nder Serbisë, do të thoja, me këtë deklaratë, sepse do të nga shumë aktor politik në sistemin ndërkombëtar do të filloj prapë paragjykimi për Serbinë, e cila mund të ketë akoma që ne e dim se ka do të thotë interes primar zgjerimin e saj në këtë rajon. Zoti Gaxheli, në aspektin tashmë ndërkombëtar kemi vatra të hapura, sikur e theksova edhe në hyrjen në Ukrainë. Përveç revanshit, mund ta themi, të Ukrainës, nuk është se kemi një marrëveshje afër, dhe për ta theksuar për gjithë publikun, ju e keni thënë që brenda këtij 10 vjeçari aty nuk ka për të pas marrëveshje, do jetë një konflikt i ngrirë. Në lindjen e mesme, po ashtu në bisedën e kaluar, ju theksua që nuk do të ketë marrëveshje me Iranin, edhe pse ishte shumë afër. Edhe më pas nisin bombardimet mbi 100 ushtar amerikan të plagosur, ka dhe viktima në mos gaboj. Ndërkohë që kemi edhe një zhvillim të fundit nga Arabia Saudite që duket se sipas mediave ndërkombëtare që shkruanin e ka kaluar atë pragun përthamor. Pra Amerika po e pajis me armë përthamore. Ndoshta kjo mund t'i ndryshojë ekuilibrat në lindjen e mesme. Në Arabinë Saudite, nëse Arabia Saudite arrin një fuqi të tillë nukleare ofensive në kapacitet ushtarak, do të thoja se nuk është një rrezikshmëri në rajon, sepse Arabia Saudite do të pajiset me këtë kapacitet që të jetë mbrojtur nga sulmet në rajon. Por sulmet në rajon në Arabinë Saudite mund ta demolojnë shumë thjesht dhe shumë lehtë, do të thotë vetëm duke ja shkëputur kapacitetin e lëndëve djegëse apo duke sulmuar ato. Dhe kjo mund të ndodhë brenda ditës dhe Arabia Saudite kalopson nga kapaciteti ekonomik dhe si rrjedhojë e saj do të thotë bëhet e pa qëndrueshme në sistem ndërkombëtar. Dhe nëse më lejohet ta argumentoj këtë dhe duke e futur në formulë dhe Izraelin, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Iranin, do të thoja se Irani pikë strategjike tani në këtë luftë ka, do të thotë, ndikimin e saj
në ekonominë globale, do thotë që ta dëmtoj ekonominë globale, po ashtu sikur që kishte thënë edhe ministri i jashtëm i Iranit. Dhe si rezultat që ata presin është që të interferojnë shtetet e tjera për arritjen e një marrëveshje për paqe dhe stabilitet në Iran. Do thotë kjo pikë, kjo është do thotë çësia strategjike e Iranit për të rezultuar me përfundimin e luftës, ndërsa kjo çësje është fillimi, do thotë që i konvenon dhe i shërben për fillim të aspiratave izraelite. Do thotë Izraeli gjithashtu ka interes që shtetet e tjera të përfshihen në këtë konflikt, dhe nga kjo katrahur kur superfuqit do të kenë përplasje në mesvete, do të dobësohen të gjitha, ndërsa Izraeli do të përfitojë nga kjo, duke pastaj nga një Amerikë më dopt do ta ketë aftësinë që ti merr të gjitha kompanitë të cilat udhëheqen po ashtu nga shërbys të Izraelit, siç janë ato të teknologjisë, për shembull, Google, Facebook, inteligjencës artificiale dhe të tjera. Diçka e tillë e cila Izraeli do ta shfrytëzonte për do të thotë atë premtimin e vet që kemi thënë qysh në fillim, premtimin e vet profetik në Izraelin e Madh, tempulli i tretë, i cili do të shërbejë Izraelit për të diktuar jo vetëm regionin e saj, po të jetë superfuqi homogjenike në rrafshin ndërkombëtar, ashtu siç ishte Amerika dikur. Konflikti aty duket se së paku dhe këtë verë do të vazhdojë, por në Ukrainë çfarë po ndodh për ta mbyllur me situatën atje? Në Ukrainë kemi thënë dhe mbesim me fjalën se do të ketë luftë deri në 10 vite. Problemi është që do kisha pas dëshirë me cek, është se para se të kalojmë në Ukrainë, te Irani do kisha thënë se do kisha ripërsëritur atë që kemi thënë në fillim kur filloi ky konflikt, është se Evropa ka rrezikshmërinë e imigrimit të 10 fish të formës siriane në Evropë. Këtë kemi thënë qysh në fillim dhe mund ta konstatojmë këtë që kemi thënë dhe ta vërtetojmë se kemi pasur me të drejtë, sepse në Bashkimin Evropian, prej të gjitha Bashkimi Evropian, ajo shtëpi prej pothuajse gjitha mosmarrëveshjeve mes shteteve të Bashkimit Evropian për qëllime të caktuara kanë arritur të mirën vesh vetëm një gjë e cila ka ndodhur në muajin e tanishëm, është imigracioni jo legal. Dhe kjo ka arritur në muajin që ne jemi tani. Do të thotë Evropa e shef një rrezikshmëri të do thotë invazionit të imigrantëve në shtetet e Evropës që vijnë jo vetëm nga Irani, por që të vijnë edhe nga vendet e tjera të Arabisë atje me eskalimin e luftës që parashihet të ndodhë, dhe këtë evropianët e shohin këtë rrezikshmëri dhe mundohen që të harmonizojnë disi marrëdhënie në mes tyre që t'i bëjnë ballë këtij imigracionit të pa kontrolluar që do të ndodhë dhe i pa ndalueshëm. Do të thoja që sa i përket Ukrainës, po ashtu atë që kemi thënë, i rrim prapa, do të zgjas minimum 10 vite. Megjithëse përshkallëzimi po ndodh në ritme më të shpejta, me që kemi të intervenimin nga Britania e Madhe me dronë më të sofistikuar tani, të cilët po përdoren për të goditur brenda Rusinë, dhe se sa do të shkojë ky përshkallëzimi është pikpyetje, sepse Rusia duket që është, do të thotë, duket që është jo e mbrojtur nga këta dronë, por se reagimi i Rusisë karshi mund të dalë nga përshkallëzimi koncept i cili ndodh sipas neorealizmit, ku do të thotë proporcionalisht zhvillohen reaksionet. Dhe në pamundësi ta muj këtë luftë, Rusia do të jetë detyrueshme të përdorë kapacitete të rënda
të raketave, qofshin ato dhe nuklear, taktik për të treguar, do të thotë, qëndrimin e tyre të qartë se nuk do të tërhiqen pas. Dhe këtë mund ta vërtetojmë me një fakt tjetër tani, sepse Rishtazi tani presidenti i Rusisë ka thënë se nuk do të heqë dorë nga tokat të cilat i kemi pushtuar. Dhe këtë ne kemi thënë në fillim, zotëri Balla, marrëveshja më e mirë do ishte që 20% e territorit të pushtuar të Ukrainës do të mbetë në Rusi. Ajo, dhe ne kemi thënë se Ukraina këtu nga kjo luftë nuk do del fitues, do del humbës. Dhe pa marrë parasysh emocionet apo dëshirat që i kemi ne, zhvillimet dhe kalkulimet janë evidente. Tani presidenti rus do të thotë nuk lën alternativë edhe në një pikë tjetër, e cila është territoret e pushtuara do të ngelin në sundimin e Rusisë. Na pret jo vetëm vera, por edhe pjesa tjetër e vitit përpara e nxehtë sipas të gjitha gjasave në të gjitha frontet që ne diskutuam. Zoti Gaxheli, unë falenderoj për bisedën. Faleminderit zotëri Bolla, kënaqësi gjithmonë, shpresoj të kemi thënë diçka. Ne po fuqizohemi sepse në shtator të njoftoj që qeveria ka vendosur që do prodhohen dronët, kështu që do ta mbyllim një lajm të mirë në Shqipëri. Në Shqipëri e keni fjalën. Po. Kështu që gjithashtu do të jepja po ashtu si balancë fuqie, ne Serbia ka bërë kontratë me Izraelin për 1.5 bilion për prodhimin e dronëve të sofistikuar të emrit të fundit të dronëve nga Izraeli, kompani izraelite që do të ndodhë në Serbi. Do të thotë një marrëveshje e cila do kishte ndodhur me Kosovën, do të marrë parasysh zhvillimet e para që Kosova ishte kyçe për ambasadën, për zhvendosjen e ambasadës atje, dhe ishte konsistente në marrëdhëniet diplomatike dhe besueshmërisë së lartë mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit, por në vitet e fundit kjo ka marrë një drejtim tjetër dhe zhvillimet janë evidente tani. Gjithashtu doja të thoja se Shqipëria po arrin 3% e GDP-s për NATO, gjë të cilën para se të vinte kjo administratë Trump e fundit, e kam thënë dhe është evidente në Klan Kosova se po erdhi kjo administratë, minimumi i GDP-s së shteteve reprezentuese në NATO do të jetë 3% minimumi. Dhe edhe këtu e kemi qelluar deri diku, zoti Valla. Falenderoj unë shumë për analizën e saktë, për bisedën që zhvilluam, për informacionet që ju ndat me publikun tonë dhe analizën. Të jam mirënjohës shumë. Faleminderit zotëri Bolla, gjithmonë kënaqësi me respekt të veçantë për profesionalizmin tuaj dhe pres herën tjetër të sfidohem nga ju. Ju falenderit, me kënaqësi. Që të nxjerrim më shumë. Faleminderit. Bisedat me ju janë shumë kënaqësi. Jam mirënjohës shumë.